Me ba njeri me i falë disa muj, 5 vaktet, disa muj, 3 deri në 6. Ka me pas se qaq letë është namazi, qaq Allah e letën, qaq e mundur është shumë normale me mujtë më falë. A dim sa normale? Se qaj që t'ka kriju, qaj inxhinieri, që është ekspert i ekspertve, qaj që është maj miri, kriju si i vetëm, që Allah ka thonë, Allah është kriju si maj mirë, s'ka kriju tjetër, pos Allahut, aje ka ditë në konstruksionin tënë, të kalon aty atë qipin, atë kodin, që ti me mujtë mi falë 5 vaktit. Apo menën që Allah e ka ba obligim 5 vaktin me enzanë robin ngusht, e kjo s'ka me mujtë, t'ja bëj bërgjë. Jo, vëllai, jo. Pasha Allahin, jo. Na që i falim 5 vaktit, të vllaznia që, na ju garantojmë, vallahi billahi dhe tallahi, nisja fali 5 vaktit, se Zoti ka me ta letu, qysh do që e vjen puna, ka me ta letu. Vetëm Allahu e lyp një sen prej neve. Hapin e parë me e bona, edhe me e bo sinqerisht. Kur ta bën sinqerisht për i zatë Zotit. Zoti pastaj vetë ti qel udhët. Çuditësh ti çuditësh qysh po mund mi falë. Unë që ku menu që s'muj mu falë, po muj mi falë, mund është mi falë 5 vakte.